Dyshohet se është kapur duke marrë rishfet, policia arrestoi ish avokatin e shtetit Fehmi Stafën. Ministri i Punëve të Brendshme Panço Toshkovski nuk e tregoi arsyen zyrtare të arrestimit, vetëm tregoi se MPB në bashkëpunim me prokurorin për ndjekjen e krimit të organizuar dhe korrupsionit dhe pas urdhrit të gjykatës së procedurës paraprake e kanë arrestuar Stafën një ditë më parë, ndërsa shtoi se janë në koordinim me prokurorin, por nuk mund të ndajnë më shumë informacione për këtë rast. Ministria e Punëve të Brendshme së bashku me prokurorin po tregojnë se munden të funksionojnë më ndryshe nga praktikat të shpeshta në të kaluarën sa i përket luftës kundër krimit dhe korrupsionit. Arrestimi i Stafës vjen pas një sër polemikash që ndoqën emrin e tij për muaj të tërë gjatë pushtetit të kaluar. Ai u shkarkua nga posti i avokatit të shtetit me vendim të qeverisë pa shpjegime publike. Në të njëjtën kohë kur u shkarkua dhe ish drejtori i policisë financiare Arafat Muharremi, me të cilin Stafa sipas informacioneve në Opinion ishte në një luftë të heshtur. Emri i tij u përmend edhe në skandalin që përfshinte pagesën e honorareve për prezantuesen televizive Besmira Ejupi, e cila u përfol në publik si një konsulle mundshme ardhshme. Sipas të dhënave të publikuara më parë nga Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit, zyra e avokatit të shtetit i pagoi asaj një total prej 247.658 denar përmes 11 transaksioneve për, siç u tha, angazhime pune jo ekzistente. Paralelisht, Stafa u përfol edhe në rastin Trust, përkatësisht pa mundësinë e shtetit për të mbledhur dëmshpërblim prej rreth 17 milionë eurosh nga biznesmeni Saad Koçan, gjithsesi se gjatë procedurës së falimentimit të kompanisë Koçanit u mundsua tjetërsimi i pronës, gjë që e la shtetin pa mundësinë e konfiskimit. Prokurorët Artan Ajro dhe Gavril Bobevski më pas treguan se pasi vendimi të merrte formë të prerë, kompetenca për mbrojtjen e interesave pronësore do t'i kalonte shtetit, përkatësisht prokurorisë së shtetit si përfaqësues i saj ligjor. Fehmi Stafa ka ushtruar funksionin e avokatit të shtetit nga gushti i vitit 2018 deri 23 gusht 2022, kur u shkarkua. Stafa aktualisht është avokat. Fehmi Stafa së fundmi ishte kandidat në thirrjen publike të Kuventit për antar të Këshillit Gjyqësor.